Ta bëjnë farsë, do të them një gjë ju. Erion Veliaj, në 2023, para se ai kishte një gjë, i tregonte ato krimet e tij me i rritë gjokë me krenari, eksakt kjo, Edhe i thot një njeriu, që e dinte që ma sillte me njerë mua, unë thot, e mbylla, thot, fushatën 10 ditë para se ta mbyllte fushatën. 10 ditë para, e mbylla fushatën me 62.000 vota para, që s'kishtë ndodhur kur në Shqipëri. 62.000 vota para. Unë nuk e njërova. Ja. Nuk e njërova se unë e njihja atë. Ai ligësin e ti, ai burri me ligësit e ti. Kishte bërë. Cila ishte skema? Kutia. Se s'kesi, nuk ke, po. Kutia votimit, aty nuk ke, dhe marrë thras Belin, i themu. Erion Veliaj, imagjino tani, t'ja thush dhe kandidati që e dekoroj, po prap isha i detyrur, po. Ne duhet shohim me çdo kush çfarë ka ndodhur, se ku e ka bërë? Këta do ndrojnë kutit. Kjo është histori kutie. Ose pastaj, histori treni bulgar, apo modeli Putinit, me shpërndarje për para të votave që shkojnë e hedhin. Cili ndodhi? Sa mori Erion Veliaj? 10 ditë s'bëri as një ditë fushat, se e ndoqa 58.600 vota. Zë Berisha, ju përmendni Erion Veliaj, në vërteta është që të paktën në qarkun e Tiranës, Partia Demokratike nuk e kapitalizoi pothuajse fare arrestimin e Erion Veliaj dhe bëmat e tij. Sepse mekanizmat... Bë 44 protesta dhe ndërkohë që duhet ishte kali juaj i betejës. Sepse në Tiranë u përdor, u ngriten qendrat e trenit bulgar afër qendrave të votimit. Dhe ato që pat ju me Erion Braçën apo me tjerë, ato kanë ekzistuar, po thuaj se në çdo qendër votimi. Dhe ata shkonin, mirrin fletën e votimit aty dhe i hidhin, ishte krejtësisht e kontrolluar. Pra, ky ishte një proces totalisht i kontrolluar nga qeveria.